sot në Gogo Pikal, zëri Ponari. Mirë se u gjeta. Keni ardhur në një ditë shumë të veçantë, ne sot bëjmë fiks 5 vjet. Urime. Faleminderit shumë. Unë me kam mbarë. Është vërtet shumë interesante se si ndodh që në një moment ne si media vëmë në pikpyetje ekzistencën tonë dhe këtu i referojmë shumë vite më përpara dhe tani jemi në pikën që festojmë këtë 5 vjetor, jo vetëm që po ekzistojmë në treg, por dhe me produkte dhe me biseda të kësaj natyre. Faleminderit shumë. Është interesante sepse moshat e bizneseve, sepse dhe ju biznes jeni. Po, biznes. Moshat e bizneseve në Shqipëri janë pothuajse të reja. Dhe nga njerë kur unë takoj për shkak të bizneseve që kam, biznese në Europë, apo në Azi, apo diku tjetër dhe them që Shqipëria ka fillu biznesin vetëm 30 vjetë për para, dhe me shofin, me abi dhe thonë, po që ne për para qëfar ishi? Kemi qenë vetëm shtet. Dhe asgjë s'ka qenë private. As kishte bank private, as siguracione private, as makinë private, as shtëpi private, gjithçka ishte e shtetit. As ajër privat. Kështu që për 30 vjet kemi bërë shumë gjëra. Të shpresojmë që kemi bërë shumë, megjithatë tragjike për ne, mendoj si shoqëri është fakti se shumë pak i dedikohemi sigurisë dhe cilësisë së jetës, edhe këtu gjerë rastin për të nisur bisedën tonë me ngjarjen tragjike të 2 ditëve më parë ku një pallat u shkrumbua në mes të Tiranës. Pastaj këto ngjarje tragjike na bëjnë ne të reflektojmë edhe të pyesim që pse jemi kaq indiferent ndaj sigurisë së jetës, ndaj mirëqenies, ndaj rrezikut. Çfarë është e veçantë në Shqipëri? Unë jam prezent edhe në Kosovë dhe në Maqedoni, me biznes të njëjtë. Ajo që bie në sy këtu është mungesa e besimit. Pra, ne shqiptarët i kemi shkatërruar besimin njëri tjetrit. Dhe nuk besojmë ke njëri tjetri. Humbja e besimit është ajo që na ka bërë që ne të humbasim dhe orientimin. Pra, në qoftë se dikush flet për një gjë dhe do ta tregoj ose ta bëj, me njerë reagimi është i asaj natyre që shfaqen me herë mosbesimet ndaj asaj gjëje. Ndoshta janë ajo periudha e piramidave që krijoi një klimë të pakëndshme në Shqipëri dhe pastaj ky lloj besimi u shkatrua dhe u bë në të gjitha drejtimet i njëjtë. Sot dhe media natyrisht ka ndikim shumë të madh sepse një pjesë shumë e madhe e tyre hedhin gjëra që janë të pavërteta dhe që krijojnë një mungesë besimi. Dhe kjo është ajo që është shumë themelore. Nuk e shikoj këtë në vende të tjera, nuk e shikoj në Kosovë, nuk e shikoj në Maqedoni, janë më të kujdesshëm. Nuk hedhin gjëra ose nuk shfaqin këtë lloj mosbesimi që kemi ne për gjithçka që thuhet, për gjithçka që flitet, për gjithçka që bëhet. Dhe kjo është ndoshta ajo që ne duhet të luftojmë fort të gjithë. Të luftoj fort media, duhet luftoj fort biznesi, duhet luftoj fort të gjithë ata që kanë diçka në dorë për të krijuar besimin tek njerëzit. Pa besim është shumë e vështirë të ecësh përpara. Sepse kjo mungesë besimi bën që edhe tek ajo që thuhet ti, edhe tek ajo që them unë, dikush thot mos ja fut kot ky. Pas ka një hall ky që e thot. Ose është në gjendje dikush të bëjë një analizë të nxjerr me qindra argumente për atë që ti ke thonë, dhe në fakt që mund ta thush një të vërtet, por që duke qenë në atë klimën e botën e mosbesimit, madhe, në atë klimën e madhe të mosbesimit, gjithçka bie poshtë. Le të kthehemi tek ajo që fole pak përpara, atë që ishte edhe ngjarja tek pallati. Shqipëria nuk ka një ngjarje, Shqipëria ka plot ngjarje. Ngjarjet në Shqipëri janë të jashtëzakonshme. Dhe tani që unë them këtë, me siguri ata që dëgjojnë thotë, mos avniu kështu thot gjithmonë, do na thot në gjë tani për sigurimet se këtë ka biznesin e tij, do të bëj siguracionet, do që të bëj lek në kurrizin e popullit, do që të bëj lek ku di unë, e tjerë, sepse lloj-lloj gjërash thuhen.
Në fakt, e kundërta është. Ne përpiqemi të themi që kjo është rruga. Ti mos më paragjyko, mos e bëj. Unë nuk detyroj të bësh një siguracion. Në qoftë se them që sigurimi i shtëpisë është në gjithë botën masiv, ti thuaj që jo, unë nuk du ta siguroj sepse për mua kujdeset shteti. Po kjo ishte para 35 vjeç. Sot ndërtojmë ekonominë e tregut, ku secili është përgjegjës për atë që ka krijuar dhe do krijojë. Atëherë, natyrisht ai mund thotë që unë e bleva shtëpinë sipas standardeve dhe kushteve, por ajo nuk pas ka qenë me standarde dhe kushte. Po edhe një makinë, nëse e ble, që mund të jetë e prodhuar në Gjermani, mund të jetë e re dhe mund të marrë flak. Ngjarje që ndodhin, ka ngjarje nga më të ndryshmet në botë. Prandaj edhe janë sigurimet, është industria e sigurimeve që është një barikadë dhe një mbrojtëse e financiare e jotja. Njerëzit nuk e kuptojnë që po është e rëndësishme, sepse vim nga një mentalitet dhe nga një kulturë që dikush duhet kujdeset për ne. Pra, është shteti përgjegjësi jonë. Shteti do të kujdeset për mjekësinë. Duam një bari pra mbi kokë. Shteti kujdeset për mjekësinë, shteti kujdeset për shtëpinë time nëse m'digjet, shteti kujdeset për shtëpinë time nëse përmbytet, shteti kujdeset për arën time nëse m'digjet, shteti kujdeset për stallën e bagtive apo frutikulturën apo gjithçka që kemi, dhe ai duhet të jetë përgjegjës. Në fakt nuk është kjo. Dhe nganjëherë edhe marrja përsipër e shtetit e këtyre e zvoglon dhe e zbe industrinë e sigurimeve, që është njëra nga 3 shtyllat e zhvillimit të ekonomisë së një vendi. Pra, pesha e saj është shumë e rëndësishme. Pse gjitha bankët e botës janë të siguruara te shoqëritë e sigurimeve? Sepse pesha e tyre është e jashtëzakonshme në gjithë botën. Pse të gjithë avionët, raketat, anijet, gjithçka që është mbi tokë e krijuar nga njeriu është e siguruar. Të gjitha jetët e njerëzve janë të siguruara. Në Shqipëri kjo s'ndodh, sepse mentaliteti ynë është tjetër. Është i ardhur nga një mentalitet totalitar dhe ne ja trashëgojmë njëri tjetrit. Ne flasim sot, megjithëse leku ka ndryshuar para 50 vjeç, ne flasim lek të reja apo të vjetra. Akoma po. Domethënë nuk e kemi ndryshuar. Çfarë bëjmë? E trashëgojmë këtë edhe ke fëmia i vogël, i themi që po janë 2000 lekë, jo janë 20000 lekë. Ai thot 2000, jo 20000 janë të keqen punë. Pra ne i imponohemi që ai ta kuptojë dhe thot po pse lek të reja? Kjo është e re ose është e vjetër. Pra ne vazhdojmë të ecim me këtë hap, që është shumë i gabuar. Me sa kuptoj çështje mendësie se sa çështje se s'ke, po themi x para për të bërë sigurimin apo jo. Nuk është para. Ja, ka 2 arsye. Tani gjëja më e rëndësishme është shëndeti. Po njerëzit thonë që okay, shteti më ka siguruar falas. Dhe në fakt kanë një drejtë sepse të gjithë paguajnë sigurime shtetësore. Dhe normalisht do të marrin shërbimin shtetësor, siç e ka. Por nga ana tjetër janë sigurime shëndetësore private. Privat do thotë që ti nuk do presesh radhën shkosh bësh analizat. Po do shkosh drejt për drejt në klinikën private, do marrësh shërbimin me njëherë, ose do kesh nevojë për ndërhyrje, do ta marrësh me njëherë. Këtu kemi të bëjmë me një reformë që duhet gërshetohet dhe kjo reformë duhet bëhet sepse shteti bashkë me fakti që ai ka krijuar klinikat private dhe spitalet private, do të thotë që ai duhet bëjë dhe reformën shtetësore, siç është në gjithë botën. Dhe ne s'kemi nevojë që të krijojmë diçka të re. Të shpikim rrotën. Gjërat janë aty, modelet janë aty. Marrim modelin Kroat, marrim modelin Maqedonas, marrim modelin Moldavis, marrim modelin Austrisë, marrim një model dhe themi, okay, ky modeli është më i përshtatshëm dhe ndërtoj atë. Ti sot shkon në gjitha kliniket dhe spitalet shtetërore dhe nuk merr një faturë. Jo se do paguash, po ti duhet të shkosh atje, bësh analizat dhe ajo t'japi një faturë që kushton, analizat tua kushtojnë kaq lekë. Po. Pra ti shkon në këtë spitali, bësh shërbim dhe largohesh. Nuk ndodh as i vend botës kjo, përveç në Shqipëri. Dhe ka kohë tani që s'është bërë. Nëse shko ke private, i jep me një faturën, madje ta jep çik më. Më para duhet ta paguash dhe pastaj të futesh në analizë, po. Dhe kjo e bën atë pak të dyshim. Kështu që njerëzit e duan sigurimet natyrisht, por nuk duan të paguajnë,
para dhe e dyta nuk duan, mendojnë që nëse pagu sigurimin, du ta marrësh ato lekë që i fute sot ti marrësh nesër. Nuk për që të marrësh shërbimin. Madje ka raste kur një miku im tha, kam 2 vjet që siguron dhe s'kam marrë asnjë lekë. Dhe unë i thash, ti je shumë i lumtur. Ti s'ke marrë sepse mos ndodh kur ti marrësh ato. Je shnosh si molla. Pas 2 javësh më mori më tha jam shtruar në spital. E pyeta si ishte dhe pastaj thash, po tani do marrësh lekë. Pasi u sigurova që ishte mirë, domethënë kishte diçka që ishte e kalueshme, po i thash, tani do marrësh lekë. A thu bora gabim që të pyeta, më tha, mbase, nuk e di, por e vërteta kjo është. Kështu që sigurimet janë domosdoshme dhe fakti që penetrimi i njerëzve, i shqiptarëve në këtej industri është vetëm 5-7%. Pra 90% nuk kanë asnjë lloj siguracioni. Kanë sigurimin e makinës, që kjo kap një vlerë të vogël në përgjithësi dhe asgjë tjetër. As ka shtëpia të siguruar, as ka apartamentet të siguruara. Që kanë vlerë më të madhe se një makinë, po. Dhe ka ato sigurime të cilat i kërkon banka. Dhe ato sigurime i nënvlerësojnë dhe i bëjnë me disa forma të cilat përsëri janë të pambuluar dhe përsëri janë jashtë kontratës sigurimit për të marrë vlerën e plot, sepse për efekt uljes primit e ulin dhe vlerën e shtëpisë. Madje kam një shembull që është shumë interesant. Një klient kishte 19 vjet që siguronte apartamentin për shkak kredisë që kishte. Vitin e 20 ju dol apartamenti dhe erdhi që të merrte paratë. Por shuma e sigurimit nuk ishte sepse ai çdo vit I kishte kërkuar bankë si ma ul shumën e sigurimit. Dhe nga 60.000 euro që ishte në fillim, I kishte ngel 2.000 euro. Ai kishte pas sigurimin për 2.000 euro, të cilat merrte 2.000 euro për apartamentin e djegur. Kërkonte t'ja linte dikuj fajin tani, t'ja linte bankës apo t'ja linte, jo, faj është joti. Ti firmos një kontratë, sepse sigurimet janë kontratë. Edhe për sigurimin shtetësor është kontratë, edhe për sigurimin e apartamentit është kontratë, pra është kontratë ligjore. Dhe ti nëse s'të paguën, ka një autoritet mbikëqyrës që mund të flasësh, mund të ankohesh. AMF-ja në këtë rast. Po, AMF-ja që mund, siç është Banka e Shqipërisë, tregu sigurimeve ka mbikëqyrësin një lloj si Banka e Shqipërisë që është AMF-ja. Dhe ti mund të ankohesh nëse s'kan paguar atje. Dhe pasi edhe ato nuk mund ta zgjidhin sepse ato e sugjerojnë, e shikojnë, e kontrollojnë dosjen dhe madje ka raste që edhe e urdhërojnë ta paguaj, por ti ke të drejtën të shkosh në gjykatë. Tani në gjykatë në një klient thot shkoj në gjykatë sepse zgjat shumë, po ky është sistemi. Gjykata në fundit është ajo që vendos për çdo gjë, vendos për gjëra shumë të rëndësishme. Që është e pavarur nga kompanitë e sigurimit për pagesën e dëmi. Por duhet të them që në gjykatë, nëse në Shqipëri paguan në vit 100.000 klient nga gjithë tregu, në gjykata mund të shkojnë 300, 500 deri 1.000, një shifër shumë e vogël. Dhe ata që shkojnë në gjykata janë ata që në përgjithësi ose abuzojnë, ose janë të nxitur nga avokatët, sepse për avokatët ajo është biznesi I tyre, dhe kërkojnë si futen avokatët këtu? Kërkojnë që të rrisin vlerat e dëmeve. Kjo është një pikë shumë e nxehtë, në fakt, një pikë që është e parregulluar mirë me ligj. Ligji e përcaktoi që sepse në gjithë botën nuk është biznes, sepse në përgjithësi avokatët futen te sigurimet shtetësore nga dëmet motorike. Dëmet motorike janë, domethënë çdo person që ndodhet në makinë ose çdo I dëmtuar që ndodhet në makinë jo kur është shkaktar, është përfitues I dëmit shtetësor, I një vlerë të caktuar. Dhe avokatët në këtë rast përpiqen që dëmin e klientit ta rrisin. Domethënë, nëse ai është I dëmtuar 20%, avokatët kërkojnë 50%, se ky është I dëmtuar 50% me ekspert, të cilët janë tashmë ekspert privat, dhe së bashku me ata e rrisin dhe thonë është 50%. Kjo bën atë që klientët të vonojnë dhe sepse I thonë shkojmë në gjykatë. Dhe kur vjen një moment I caktuar që gjykata zgjat,
e shohin që nuk mund ta fitojnë sepse nuk kanë argumenta për ta fituar, atë i thot klientit që sa të dha kompania ty, ka dhënë kaq, okay, merr gjysmën të japun, sepse tani e kanë krijuar edhe mundësinë që t'i paguajnë. I paguajnë klientët dhe vazhdojnë ata procesin gjyqësor ose negociojnë me kompaninë për të marrë një vlerë të caktuar. Pra, sepse ajo që është abuzuese, do të thoya unë është fakti që ata nënshkruajnë një kontratë, një prokur me klientin e dëmtuar, duke nënshkruar prokurën dhe duke marrë përfaqësinë. Jo vetëm duke marrë, por duke marrë edhe nëse ti ma heq prokurën, unë do të marr këtë lloj pasurie. Do të marr shtëpinë ose do të marr diçka tjetër. Kjo është gjëra peng. Po, domethënë që është një drejtë e mohuar kjo. Që ndodh klientëve në Shqipëri. Sepse ti ke bëj kontratë dhe unë kam drejt ta heq në çdo moment prokurën ty. Po. Por ata nuk i lejojnë sepse i thotë nëse ti më heq prokurën, unë do të marr këtë pasuri, do të marr këtë gjë ose këtë gjë, ose do të më paguash kaq lek, do më bësh kaq. Kjo është jo e drejtë. Ligji që ishte ligj shumë i mirë për vlerësimin e avokatëve, sepse në gjithë botën është e përcaktuar vlera që marrin avokatët në një shërbim për sigurimet shëndetësore, sepse sigurimi shëndetësor nuk është biznes. Sigurimi i jetës nuk është biznes. Dhe gjykatat në gjithë Europën e kanë vendosur shumën dhe vlerën që merr një avokat në rast se përfaqëson një klient dëmtuar, që ka vdek apo që është i dëmtuar apo ka diçka tjetër. Dhe kjo vlerë është fikse tarifa. Kjo vlerë në përgjithësi në Europë është fikse dhe gjykata thot vlera e dëmit për klientin 100.000 euro. Avokati merr 2.000 euro. E kuptoj. Ndërsa këtu në Shqipëri është vlera e dëmit 100.000 euro dhe avokati ka ndërtuar një marrëvanie me klientin për 50%. Gjysma t'i ka vetë. Që është shumë abuzive. Kjo është shumë e rëndë sepse si do ishte rruga normale? Supozojmë je në rrugë me makinë, u dëmtove, theve një krah, po themi dikush të ra, çfarë duhet bëj unë, nëse unë jam në makinë? Klienti s'bën asgjë tjetër se ai do shkojë në spital. Do marr letra, do vi direkt vetë te kompania e sigurimeve dhe do marr vlerën më njëherë. Siç vjen për makinën e dëmtuar, ashtu vjen edhe për dëmin shëndetësor. Dhe po të vi me dëmin shëndetësor, dëmi shëndetësor është i përcaktuar me ligj, është i përcaktuar sipas rregullorëve të AMF-s, dhe thotë, nëse dëmi është 10%, vlera është kaq. Nëse dëmi është 20%, vlera është kaq. Pra i ka përcaktuar AMF-ja, janë të qarta gjërat. Por kur shkojnë gjykat, atëherë fillojnë sjellin ekspertiza nga më të ndryshme duke e rënduar, nuk është se këto para i merr i dëmtuari. Po, pra. Pjesa dërmuese këtyre parave shkon në palët e treta ose në mjetësit, të cilët shfrytëzojnë momentin, shfrytëzojnë fatkeqësinë dhe paditurinë e klientit për të ndërtuar një skemë që është pak a shumë përfituese, por që edhe atyre ka dhënë drejtën ligji dhe ato i marrin, bëjnë kontratën, bëjnë prokurën, i marrin sipas ligjit. Por jo duke marrë peng shpinë apo diçka tjetër për drejtën e heqjes prokurës. Kjo është për mua është ndaluar. Kjo është shumë abuzive. Është abuzive. Po të kthehemi te pallati që u dojq. Nëse unë do të isha banore atij pallati, supozojmë dhe do të kisha siguruar apartamentin tim. Në çfarë situate do isha sot? Pra, do merja sa zgjasin procedurat, se dua t'jap edhe ca detaje konkrete që njerëzit edhe ti dinë se nuk i dim praktikisht. E para, sigurimi i apartamenteve dhe i shtëpive është një proces shumë i rëndësishëm. Sepse ti ke krijuar një shtëpi dhe ajo në një moment caktuar mund të shpërthej bombën e gazit, sepse përdoren gaz gjithë, dhe shtëpia jote mund të marrë flak dhe digjet e gjitha. Pra është një faktor shumë i rëndësishëm, ose mund bjerë tërmet, ose mund përmbytet ata që i kanë zona shtëpia në zona që mund përmbyten. Njerëzit mendojnë se kosto për sigurimin e shtëpisë është shumë e lartë. Sa është në të vërtetë? Është 1 euro, maksimumi 1 euro për 1 metër katror. Do të thotë një shtëpi me 100 metër katror kushton 100 euro në vit. Edhe një herë. 100 euro në vit. 50 euro në vit nëse është 50 metër katror. 200 euro në vit nëse është 200 metër katror apartamenti. Nëse është shtëpi jashtë zonës e banuar që është e vetmuar, mund të ketë një maksimumi me gjithë rëndite, me gjithë shka mund shkoj 500 euro në vit. Pra i bie rreth 40 euro në muaj. Por pse nuk sigurohen?
Ne themi gjithë që mua s'ma gjegjo shtëpinë. Kjo është parimi i përgjithshëm. Unë kam 30 vjetë që jetoj aty, s'mësh djega asnjëherë pse mu diq ka tani. Okej, edhe kjo është e vërtet. Por sigurimi si shnodhi për pallatin. Vërtet aty për shembull, ne kishim 2 apartamente të siguruara Në atë pallat. në atë pallat. Dhe natyrisht Prej sa vitesh siguroheshin? ndoshta kishin 1 vit, 1 vit e gjys, diçka e tillë, Po. i kishte detyruar banka, sa ata vetë jo. Dhe natyrisht për herë ne bëjmë letrat gati dhe i themi hajde merri. Tani ka diçka që nuk shkon sepse kryeministri mori përsipër që pallatin do ta ndërtojë ai që ka qenë dhe kthehen gjendën më pashme dhe vazhdon sigurimin, vazhdon kredia, vazhdon gjitha. Kjo varet nga klienti. Nëse klienti heq dorë nga apartamenti, ne themi hajde merri lekët dhe presim ne për ta marrë atë apartamentin e tij. Por kjo varet nga klienti. Pra, lekët klienti mund t'i marrë me njëherë. Procedura në një rast të tillë mund shkojë 2 javë. Pra, nëse digjet një apartament në Tiranë, maksimumi deri në pagesë shkon 2 javë, sepse duhet ekspertiza e zjarrfikseve dhe pas daljes së ekspertizës dhe e aktit prokurorisë bëhet me njëherë vlerësimi dhe nxjerret vlera dhe paguhet. Vlera koha më e gjatë është 2 javë, por ajo mund bëhet më shpejt. Kështu që duke qenë një çmim kaq i ulët, një prim kaq i ulët, me përfitim kaq të madh, në rast rreziku kuptohet. Do të themi, me thënë, në qoftë se paguat 50 euro, ti ke garantuar deri në 30.000 euro. Qoftë se pagun 100 euro, ti ke garantuar deri në 50.000 euro. E me radhë, domethënë, e përshkallëzuar. E shkallëzuar, po. Por njerëzit nuk e arsyen, nuk e di arsyen. Për që nga shumë lirë, pra që nga shumë lirë. Pra i bie të gjithë apartamentet e Tiranës mund të sigurohen me 5 euro në muaj. Po. 5 euro dhe 10 euro në muaj. Të gjitha apartamentet, që nuk kanë sipërfaqe të mëdha, 5 euro dhe 10 euro në muaj. Sigur mos blesh të paketat e rrjellit i shoh. Janë këta. Edhe sigurosh shtëpinë do jetë shumë mirë. Janë nga njerë më marrin telefon njerëz që janë jashtë dhe kanë lënë shtëpiat. A mund ta sigurosh? Sepse këtu na detyrojnë ta sigurojmë shtëpinë. Sepse ka një gjë. Ti mund të mos e sigurosh shtëpinë tënde për rreziqet që mund të ndodhin. Por në rast se shtëpia jote digjet do të djegë edhe komshit. Dhe komshit thon, kush do na paguajnë tani? Ama atëherë çfarë do të bësh? Do ta sigurosh shtëpinë tënde edhe për përgjegjësi për dëmet që u bën të tjerëve. Që ajo ka një kosto shumë të vogël, mund të jetë 10 euro në vit. Për dëmet që ti u bën të tjerëve. Dhe ti shpëton nga përgjegjësia financiare, sepse ti mund të jesh edhe në atë mund të jesh me pushime, ke harruar çesmën në hap dhe ja bën shtëpinë atij tjetrit poshtë, ja bën ujë. Prap do t'ja paguash. Po. Ndërkohë nëse ti e ke të siguruar, nuk pagun gjë, ti pagun siguracioni. Është një lloj sikur janë 2 makina dhe njëra është fajtore i bie tjetrës. Siguracioni e pagun bën. Edhe shtëpia e njëjta gjë është. Pra është një përgjegjësi e mbuluar, por vetëm duhet që ta bësh, të sigurohesh, mos presësh që këtë përgjegjësi ta marrë dikush tjetër dhe të thosh që ç'a bën shteti ose ç'a bën bashkia. Ato kanë punën e tyre. Ato janë shteti dhe bashkia janë instrumenta ndërmjetës të cilët në rast se ti je i siguruar, ato më kontrollojnë mua, i kontrollojnë sigurimet, pse s'paguajnë, apo i detyrojnë ato që të paguajnë në momente të caktuara kur ato le të thëjë dhe nuk paguajnë. Por nuk ndodh që kompania e sigurimit të mos paguajë kur ngjarja është e vërtetë dhe ngjarja është e siguruar, sepse është detyrim kontraktual, është detyrim edhe i moralshëm që ta kryesh një veprim të tillë. Derisa ke marrë përsipër, po kur sigurohet apartamenti, është një sigurim i ndar nga sigurimi i, po themi, mobiljeve që ti ke investuar. Pra ti bën ato që ti e di se çfarë do sigurosh. Pra ti siguron vetëm apartamentin. Por ti mund të sigurosh apartamentin dhe orëndit. Orëndit tua në shtëpi janë, apartamenti është 1 euro, orëndit tua janë 20.000 euro të zamë, gjitha, ose 30.000 euro, me 0,2 është edhe 70 euro gjithë orëndit. Pra, i ketë gjitha plotësuar. Në rast se digjet, atëherë sepse bëhet një inventar, vlera përkatëse dhe digjet. Tani ne kemi edhe online, pra çdo klient. Sepse kam parë sigurimi online dhe e kemi shfrytzuar dhe për shkrimet tona në fakt. Çdo klient që është në Shqipëri apo jashtë,
kudo që ndodhet, mund ta sigurojë apartamentin e tij online, sigal.al dhe futet aty, do sigurosh apartamentin, do sigurosh shëndetin, se kemi disa paketa shëndeti që janë shumë, ndoshta do flasim, por apartamentin tënd mund ta sigurosh online, Pa qenë prezent fare. pa qenë prezent fare as ti as ne, por vetëm tregon zonën, adresën e tjerë. Agjentët ton e verifikojnë pastaj Patjetër, po. pas dite ose të nesërmen, se ku ndodhet, bëjnë në një fotografi nga jashtë ose s'ka nevojë që të futen brenda dhe shtëpia është e siguruar. Në rast se ti do bësh inventarin, atëherë do të jesh brenda të ta shohësh inventarin. Për punjave ky proces mbyllet, po themi. Po, absolutisht, Sepse është shumë e thjeshtë. Është fare e thjeshtë. Ne kemi sot për shembull, bota është pak e kërcënuar nga sëmundjet kanceroze. Po. Madje është një nga rreziqet më të mëdha që është bërë më masiv. Ne kemi disa paketa të cilat janë shumë interesante dhe janë shumë të domosdoshme. Paketa kundër kancerit, që do të thotë çdo person mund ta marrë edhe online, mund ta marrë në gjitha zyrat e Sigalit kudo, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni. Dhe kjo paketë mbulon deri në 1 milion euro. Çfarë do të thotë? Njerëzit nuk e dinë. Në rast se konstatohesh, pasi ke bërë sigurimin, ka një periudhë pritje, 3 deri në 6 muaj, dhe pas periudhës pritjes, konstatohet që është prek klienti nga kjo sëmundje, atëherë ne bëjmë verifikimin me 2 opinione të ndryshme mjekësore jashtë, dhe vërtetojmë që ngjarja është e vërtetë. Dhe klienti ka drejt të zgjedhë kudo që të dojë në një nga 3 spitalet që ofrojmë ne në Francë, Gjermani, Itali etj. Ti ofrojmë shërbimin dhe mbulimi është deri 1 milion euro. Unë kisha një postim këto ditë ku thoja që një punojse e bankës, madje e bëra dhe mikesh, se thash një mikesha ime, u mjekua me një patin e keqje, u diagnostifikuar me një sëmundje të tillë, por pati fatin e mirë që ajo vajte në spital, u kurua dhe pasi doli nga spitali, ishte cancer free, do të thotë që ajo sot nuk ka asnjë lloj shenje, sepse mjekimi ishte në nivelin e dur dhe ne paguam rreth 120.000 euro për të në spital në Francë. Kjo shumë veta e thonin, po jo, si ka mundësi etj. Thash vit tek ajo që tham tek mosbesimi që tham më përpara. Po tani nëse paguhen 200 apo 300 euro, kur ky është sigurimi veçantë, përveç asaj që thash më përpara që është sigurimi Gold që ti mund të shkosh në çdo klinik dhe të marrësh shërbimet e duhura. Edhe brenda Shqipërisë? Brenda dhe jashtë Shqipërisë. Dhe ti merr spitale private. Dhe ti merr shërbimet që kudo ku ndodhesh. Do të thotë që ti je i lirë, nuk më pyet mua, nuk e pyet Sigalin ku të shkoj. Po ti shko, mjekohesh dhe dorëzo faturat ose i kërkon spitalit atje që të lidhet me ne dhe ne lëshojmë garanci spitalit dhe ti s'ke nevojë të paguash asgjë. Pra, të gjitha janë të vërteta. Ata që janë mosbesues, njerëzit që janë mosbesues për mua, janë vetë ata që janë mosbesues në trurin e tyre, dhe janë ata që nuk i japin besim të tjerëve, sepse janë mësuar vetë të gënjejnë, të mashtrojnë dhe të hedhin kështu hipotezash për të tjerët, sepse njeriu thot atë që ka në trurin e vet, përpiqet atë që ka ke veti atë ja jap dikujt tjetër, sepse është mentaliteti i tillë. Po, e ndoqa pak debatin pas djegjes pallatit edhe kishte disa informacione jo të vërteta, me thënë të drejtën, që qarkullonin. Sigurisht se cili flet nga pozicioni i vet, dikush flet si influencer, dikush flet si interesuar mbi industrinë X, po themi, mbi industrinë e instalimit të kablove elektrik, që rëndësi ka, por u duk që dhe aty vloi debati sipas interesave dhe në fakt këtu jemi në këtë bisedë dhe shumë mirë që i sqaruam që qen ka kaq e thjesht. Sigurisht ne urojmë gjithmonë mos na ndodhi kurrë që ti marrim ato para. Po, ajo është thelbi. Por njeriu do mendoj për ditën e keqe, pra, në qoftë se Amerikanët thonë më mirë të kesh siguracion dhe mos ta përdorësh gjithë jetën, se sa të mos e kesh atëherë kur duhet. Sepse atëherë shkakton humje prallore vetes tënde. Pra, je i siguruar, por nuk e përdore. Mos u mërzit se
je me fat që nuk e ke përdorur siguracionin. Kjo do të jetë në botë kuptimin e secilit. Fiks. Nuk mund të thot dikush që unë sigurohem për shëndetin 10 vjet dhe s'kam përfituar asgjë. Ti t'jesh i lumtur sepse ti gjatë këtyre 10 viteve ke bërë çdo vit një check-up, ke kontrolluar sepse çdo njeri e bën një check-up kur ka një sigurim privat dhe një check-up e bën kudo në Europë, analiza kudo në Europë. Pra, ti ke zgjedhur rrugën për të qenë njeri i kontrolluar. Dhe për të thënë që po, unë jam i shëndetshëm, jam i shëndosh dhe s'kam asnjë problem. Kjo është ajo që është shumë e rëndësishme për secilin dhe nuk ka pse të mërzitet dikush që unë bëj sigurimet dhe s'kam përfitu. Jo, unë bëj sigurimet dhe jam i lumtur që s'kam asgjë. Jam i lumtur që kam një jetë të qetë. Jam i lumtur që s'kam asnjë problem në shtëpi. Jam i lumtur që kam një shëndet të mirë dhe gjithçka tjetër që kam krijuar. Dje me mikesha dhe mia po diskutonin në palestër fiks për këtë çështjen e sigurimit të shtëpisë, me thënë të drejtën, sepse kur ndodhin ngjarje të frikshme, si puna e djegjes pallatit, ne atëherë kuptojmë se sa e rëndësishme është të jesh i mbrojtur. Po që s'duhet ta mendojmë kur ngjarjet ndodhin, me thënë të drejtën. Jo. Ajo që ndodhi për shembull, aty ka disa anë dhe gabime të mëdha teknike. Tani të vendosësh atë lloj materiali. Polisterol në fasadën e pallatit, ky është një gafë e madhe dhe është një gabim shumë i rëndë. Është përgjegjësi shumë e madhe e ndërtuesit dhe atij që ka ndjek punimet. Sepse gjë e parë që duhet bësh të mbrohesh nga zjarri. Ka dhe një problem tjetër në anën ndërtimore që shtresat midis katëve janë të bëra me polisterol. Edhe shtresat janë të bëra, domethënë është përzierë betoni me polisterol. Edhe ato janë shumë të rrezikshme në rast zjarri, sepse ne duke qenë në sigurimin e shohim her pas here ngjarje që ndodhin dhe kur shkojmë të verifikojmë, shohim që është djeg pallati, por është djeg edhe kati sipër, që normalisht ai s'do të djeget, nuk duhet depërtoj tek kati më lart. Pikërisht. Dhe këto janë shumë të dëmshme dhe këtu është mungesa e kontrollit dhe mungesa e përgjegjësisë që nga projekti deri në përfundimin e pallatit dhe pastaj sigurimi. Sigurimi është i domosdoshëm sepse ti ke ruaj një lloj qetësie, se njerëzit nuk është se rrinë në shtëpi gjithkohës. Ata lëvizin. Pra, ti mund ta sigurosh apartamentin edhe nga vjedhja. Jo vetëm nga zjarri, e nga tërmeti, e nga përmbytja, por edhe nga vjedhja. Ti mund ta sigurosh për gjithçka tjetër. Dhe ajo që duhet nuk është shumë se njerëzit mendojnë që s'kam besim. Nuk është një shumë e madhe që ti po humbet. Dhe ti ke marrë një kontratë në dorë, pra ti ke shitë riskun tënë tek një kompani me kontratë. Dhe thua, okay, unë po t'jap 200 euro dhe në rast se mu apartamentin tim më gjë, ti do më pagush 100.000 euro. Urdhë kontratën e firmosim. Kjo kontratë është e ligjshme dhe në fundit do shkosh në gjykat. Në rastin më të keq të mundshëm do shkosh në gjykat. Dhe kjo është ajo që është themelore. Njerëzit duhet ta kuptojnë që sigurimet janë kontrata, nuk janë vullnetare. Ti mund shkosh sigurohesh, mund të mos shkosh. Por në fund, nëse sigurohesh dhe paguhen parat, ti ke një kontratë. Kjo kontratë është e ligjshme, si çdo kontratë tjetër. Kështu që vlerësoje veten tënde dhe merre në konsiderat, lexoje kontratën, siç shkon. Dhe mos firmos pa lexuar. Po, lexoje kontratën, shiko se çfarë mbulohet, shiko se çfarë përjashtohet, se ka raste për shembull që njerëzit ikin jashtë nga Shqipëria dhe marrin një siguracion 5 euro. Ndërkohë kanë bërë në një manovër në një spital, kanë lënë që të operohen apo të bëjnë në një vizitë në spitale jashtë dhe me këtë 5 euro shkojnë paraqiten në spital, dorëzojnë atë fletën e siguracionit, i thotë shikoj jam i siguruar. Ato atje nuk e shohin me vëmendje spitalet dhe klienti thotë më paguaj parat. Kemi patur raste që me 5 euro ka kërkuar që të kryej një operacion 17.000 apo 20.000 euro, të cilin e kishte planifikuar dhe kishte qenë i smur përpara. Pra, ka sa duhesh që duhen të përfitojnë dhe të abuzojnë në emër të sigurimeve. Por ky është një zë shumë i keq. Dhe ky zë është shumë masiv sepse fillon vërtet kompanitë të sigurimeve nuk paguajnë. Rritet orteku pra, sepse ata përpiqen në gjitha format për të fituar ato që si takon. Dhe ky është ten njerëzit më negativ dhe më përçues të skeqes, përçues të keqes ose të gënjeshtës,
se kompanit nuk paguajnë, sepse do që të përfitoj ne me një 5 euro të marrë shërbime spitalore në Gjermani, në Francë apo në Angli, deri në 30.000 euro. Po kjo nuk mund të ndodhë, sepse te ke të përcaktuar. Shëndetin ultim është një produkt që ty të vjen në im për atë që të emergjencë. ndodh aty. Për emergjencë, të marrë nga hoteli, të çojnë në spital, të bëjnë një kontroll dhe analiza dhe të përcaktoj diagnozën nëse ke në gjë të veçantë, të shoh çfarë ke, por bëjnë ndërhyrje në zemër me 5 euro, do vinte gjithë bota në Shqipëri. Dhe do kërkon të merrte sigurim shtetësor me 5 euro, sepse do operoj zemrën, ose ka në një që pyet thotë, po nëse unë e bëj sigurimin mbas operacionit, a më paguni ju mu? Po është një lloj sikur ti ke një makinë të prishur dhe do ta bësh kasko. Po. S'ka sens, nuk ndodh. Ose ke një shtëpi të djegur dhe do ta sigurosh pas djegjes. Po s'ndodh ajo. Pra, dhe nuk e bojnë se nuk e din, ë? E din. Se brenda saj ka një hile. Para më po ti pyesësh pastaj, thotë, kompanitë e sigurimeve nuk të marrin sigurim, nuk të paguajnë sigurimin, nuk të paguajnë damin etj. Unë kam lexuar që në botë kompanitë kanë departamente kundër mashtrimit, hulumtuese, hulumtuese, zbuluese të situatës, si funksionon brenda Sigalit. Çdo kompani ka investiguesit e saj. Pra, çdo ngjarje e cila është e dyshimt investigohet. Për shembull, ne kemi patur raste në spital në Gjermani, të cilin kemi investiguar një rast të kësaj natyre, sepse klienti këmbgulte me një siguracion shëndetësor 9 euro dhe spitali natyrisht na dha të dhëna që klienti ishte paraqit përpara, kishte marrë datën e operacionit dhe kërkonte që me këtë 9 euro kërkonte që të kryente operacionin. Tani, investiguesi çfarë bën? Merr kontakt me investiguesin dhe me zyrat e investigimit në Gjermani dhe i kërkon informacion për ta ndihmuar për të marrë këto dhëna. Natyrisht spitalet janë detyruar të japin sepse është mbrojtja e interesit të kompanisë dhe mbrojtja e interesit të klientit. Pra, kemi të bëjmë me një rast që është i dënueshëm. Se mashtrimi në sigurimet dënohet jo më pak se 4 vite. Është pak e veçantë kjo dhe natyrisht që njerëzit duhet me qenë edhe të vëmendshëm, por duhet të kujdesen për veten e tyre. Të marrin sigurimet e duhura, se nëse ti ke marrë një siguracion Gold, vizito në gjithë Europën. Është e drejta jote. Është e drejta jote dhe unë jam i detyruar, Sigali dhe gjitha kompanitë janë detyruar që të paguajnë vlerën. Me njerë, dhe kjo ndodh, është e normale që ta bështe. Kështu që ajo që duhet thonë është ne njerëzve përpiqemi të themi që çfarë përfiton nëse je i siguruar. Ti në dash siguro, në dash mos u siguro. Nëse unë them ti përfiton, nëse merr një mini kasko, ti përfiton dëmin material, je fajtor apo si je fajtor, unë ta them që ta dish, ti s'do ta bësh, mos e bëj. Është puna jote. Pastaj më mrapa, pasi ndodh aksidenti, thotë po ja, po ta kisha bën. Më paguni se unë nuk e bëra, po ai agenti jot nuk ma tha. Po ta bëje. Ose unë të them që nëse ti merr një produkt që kushton 250-300 euro, që është për sëmundjet shumë të rrezikshme, siç është kanceri, transplanti, sëmundjet e zemrës, kokës etj, dhe kushton vetëm kaq. Ti ndaç bëje, ndaç mos e bëj. Unë të them që e kam këtë produkt dhe nëse ti e merr, natyrisht që do të shërbej, sepse pas shërbeva do të thotë që jam në treg. Dhe ti ke mundësinë që të ma marrësh në forma nga më të ndryshmet. Në AMF mund të ankohesh, në gjykat etj. Kështu që këto janë të përcaktuara. Nëse ti ke një shtëpi dhe do ta sigurosh, kaq është vlera. Unë të them që përfiton. Ti thua jo se nuk pagun. Po tani ç'të them? Unë kam për detyrë të ta them që sigurohesh apartamentin, shtëpinë, çfarë ke, siguroje biznesin, çfarë ke, siguroje jetën, çfarë ke. Ne kemi produkte që janë shumë interesante për fëmijët e vegjël, që në Shqipëri nuk bëhen. Këto janë në gjithë jetë, në gjithë botën. Jetë me kursim. Që do thotë? Nëse ti ke një fëmijë që është i sapo lindur apo 1 vjeç apo 2 vjeç, dhe do që ai kur bëhet 18 vjeç të ketë kursimet e veta. Të ketë një llogarit vetën, vazhdoj shkollën e lartë. Të ketë 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 euro apo dollar. Atëherë çfarë bën? Ti paraqitesh ke kompania e sigurimit dhe thua që shiko, fëmia im duhet që kur bëhet 18 vjeç,
unë t'i dorëzoj një certifikat, një çek me 100.000 euro. Dhe të them, çdo vit do paguash këtë vlerë. Ndërkohë, ti, personi që investon, baba dhe mamaja, kanë siguruar jetën. Çfarë do që të ndodhë atyre, fëmia do ta marrë këtë shumë. Po kjo është shumë e përbotshme. Dhe është shumë e rëndësishme. Për shembull, izraelitët për fëmijët e tyre e bëjnë këtë. Dhe ja tregojnë fëmijëve kur bën 5 vjeç, i thot, me krenari i thot, nëse ti do të jesh një djalë i mirë dhe shumë i edukuar, do kesh arrit rezultate të larta në shkollën që je parashkollor. Atëherë kur të bësh 18 vjeç, do marrësh 100.000 euro. Kur ai mbaron 9 vjeçaren, i thot, ti mbarove 9 vjeçaren me rezultate shumë të mira. Pra po ecën shumë shpejt. Rezultatet do kesh shumë mira dhe kur bësh do kesh 100.000 euro në akontin tënd. Kur mbaron shkollën e lartë, gjimnazin, të njëjtën gjë ja prezanton. Dhe i thot, po, e shiko, kjo është e jotja. Në rast se ti do kesh rezultate, do ta marrësh. Dhe kur mbaron universitetin ose përpara universitetit, thot, urdhë, ti ke 100.000 euro, tani ik në universitet, vazhdo jetën dhe gëzoje jetën. Këto janë kursimet që babaja dhe mamaja jote i kanë lënë për ty, ti vazhdo jetën tani normale. Pra, e motivon fëmin, e lidh me atë çek. Dhe prindi është edhe më i qetë. Po, e lidh me atë çek. Prindi ka të siguruar jetën për këtë shumë, e ka të garantuar, pra tani njerëz jemi, edhe fluturojmë, edhe ecim me makinë, edhe lundojmë. Si dihet. Jeta është e paparashikuar, por fëmia e ka të garantuar këtë shumë, e cili ka rënë dakord që në fillim. Dhe kjo e bën shumë interesante. Për shembull, kishim një rast ne tani në Shkodër që së bashku me ekipin e vllaznisë bam një donacion për një familje që fitoi një çmim për të 3 fëmijë. Dhe i tham, vitin e parë do ta paguaj si gali, dhe fëmijët tu pas vitet tjera do t'i paguash ti, dhe secili nga ata zgjodhi që të kishte një shumë 15 milion lek pas 10 vjeç. Ata do paguajnë vit për vit, prindërit kanë siguruar jetën dhe fëmijët pas 10 vjeç, se ishin mosh 6-7 vjeç, pas 10 vjeç do marrin nga 15 milion lek, të cilat janë të tyre. Është një pyetje para se të flasim pak edhe për dimensionin për sportin edhe investimet që ju keni bërë, por po e lëm në fund të çështjen e sportit sepse kemi çështje të tjera më të rëndësishme, me thënë drejtën, por ju si kompani ku siguroheni? Si gali, ku sigurohet? Se është kuriozitet gazetari. Po, gazetari. Atëherë, sot natyrisht që bota e sigurimeve është ndërtuar me përshkallëzim. Pra është klienti, është ndërmjetësi, brokeri dhe agenti, është kompania e sigurimeve, dhe kompania e sigurimeve ka broker dhe kompanit e risigurimeve. Kompanit e risigurimeve në botë janë shumë, të cilat marrin përsipër portofolet e sigurimeve të gjithë botës. Kompanit më në zonë në botë janë Mënyreja, Suisëria, Hanoveri, janë Amerikanëri, ka tashmë edhe Kina, kanë hyrë treg, Kanadaja me tregjet të mëdhaja, dhe Sigali, që në fillimet e tij ka qenë përmes 2 brokerave më të mëdhenj në botë, që janë Marshi dhe Aoni, janë brokerat më të mëdhenj në botë që kontrollojnë ose që kanë gjithë portofolet e botës, janë ata që portofolin ton e risigurojnë drejt për drejt tek kompanit më prestigjioze të botës, që janë Hanoveri, Mënyre, Suisëri, AXA e tjerë e tjerë. Të gjitha këto kompani, edhe sipas kërkesave të AMF-s, sepse tregjet e sigurimeve janë të mbikëqyrura. Dhe duke qenë mbikëqyrur, autoriteti i mbikëqyrës i sigurimeve ka vendim ku thotë kompania e sigurimeve do të jetë e risiguruar portofolet e tyre në kompani ndërkombëtare, të cilat janë me 3A, me 2A ose me 1A. Në qoftë se është poshtë A-s, pra me B e tjerë, atëherë du të marrësh leje. Por fati jonë është që duke qenë, dhe kjo ka qenë një nga arsyet që ne jemi tregu sigurimeve dhe Sigali ka qenë gjithmonë në portofolet më të rëndësishme të Europës dhe botës, pra në kompani me 3A. Të gjitha damet që rrjedhin nga që ndodhin në Shqipëri janë automatikisht
të risiguruara, siç janë kartoni jeshil, që është për shembull një produkt shumë i rëndësishëm shqiptar udhtojnë jashtë Shqipërisë me makina dhe damet aty janë shumë të mëdha, ngaherë janë të pa llogaritshme. Për shembull, ka një dëm para 5 vjeç në Mont Blanc në tunel që ka shku 300 milion euro Ashtu, me një makinë. Edhe dëmet tjera që ndodhin që janë shumë të mëdha dhe që janë, ky portofol është automatikisht i risiguruar në kompanitë më të mëdha në botë dhe natyrisht është i garantuar çdo shqiptar për çfarë do lloj vlere dëmi që të bëj deri pa limit. E njëjta gjë është edhe për pasurinë, e njëjta gjë është edhe për shëndetin, për shembull, sëmundjet kanceroze ne i kemi të risiguruara me Suisërinë. Suisëria është një nga kompanitë më të mëdha në botë. Dhe në momentin që klienti shqiptar, ne vetëm i dorëzojmë klientin, së bashku me diagnozën, dhe Suisëria është ajo që merret, i ofron spitalet, i ofron gjithçka dhe kujdeset për ta. Pra, gjithë portofoli jon automatikisht është i risiguruar dhe që ka një vlerë të lartë mbështetje dhe që ka një garanci të jashtëzakonshme për çdo qytetar dhe për çdo biznes në Shqipëri, të çfarë lloj niveli. Pra, të gjitha bankat në Shqipëri janë siguruar dhe pjesat dërmuese e tyre janë tek Sigali. Që ne bëjmë transferimin e tyre dhe i çojmë në bankat, në sigurimet botërore, duke garantuar çdo lloj veprimi, dhe sigurimet e bankave kanë një portofol shumë të rëndësishëm. 8 kompani në Kosovë, në Shqipëri po se po, në Maqedoninë e Veriut, një fond pensionesh, një kompani risigurimi. Si ja keni dalë që t'jeni i pari pra në Shqipëri? Se kjo është pyetja. Mund t'jesh mes të shumtëve dhe je një, i dyti, i treti, i katërti, po t'jesh i pari. Shiko, duhet të thënë që po të marrësh për sipër një punë, duhet ta ndjekësh. Dhe duhet të vesh vetes një qëllim. Unë vi nga një fushë pak specifike. Unë profesionin e parë kam shkollën e lartë, kam mbaruar shkollë marine. Që do të thotë kam qenë kapiten anije, kam lundruar në det, kam dalë jashtë shtetit në atë kohë, 21 vjeç, shumë herët, dhe ke rrezikun përballë kapiten anije. Do më thonë, për mua është e lehtë lundrosh në tokë, sepse në det është shumë vështirë. Kështu që kur fillova të lundroja dhe t'isha individualist, do më thonë t'isha të drejtoja biznesin tim, për mua në tokë ishte shumë më lehtë. Nuk ishte më aq e vështirë, sepse drejtimi anijes është i vështirë, është kompleks. Anija është një copë shtet që lëviz. Dhe duke qenë një copë shtet, sepse ajo ka flamurin, ka kapitenin që është presidenti, ka oficerat njëri mas tjetrit, gjithë strukturat e një shteti, ka ekonomistin, ka inxhinierat, ka radaret, ka gjithçka. Domethënë është një industri e tanë, një është një industri. Dhe natyrisht drejtimi i gjithë kësaj industrie ka të bëjë me drejtimin e një shteti që lviz, dhe ti aty je, domethënë ti ke një ekuipazh 50 deri 100, 150 veta që do t'i drejtosh dhe së bashku me ata do shkosh në një pikë ku e ke caktuar. Dhe natyrisht do t'jesh i vëmendshëm, sepse një hallk mos të funksionojë në anije, mund të mbytesh siç u mbyt Titaniku. Dhe Titaniku merret si modeli i drejtimit apo mos drejtimit. Pra, ti zgjodhe të drejtosh, dhe në momentin që ti zgjodhe dhe pikën ku do shkosh, gjatë rrugës mund të ketë det, mund të ketë dallg, mund të ketë furtunë, mund të ketë gjithçka, atëherë kjo është zotësia, aftësia për ta bërë. Kështu që për mua ishte drejtimin në tokë ishte i lehtë. Sa vite lundruat? 10 vjet. 10 vjet. Për mua ishte e lehtë kjo. Domethënë të drejtoj në tokë, dhe aq më tepër që dhe emrin e Sigalit e vura emrin e një anije që ishte Sigal. Ashtu? Në kuptimin Sigal, siguracioni albaneze, po Sigal është dhe më pëlqeu sepse e kisha në mendje dhe vendosa siguracionin. Po si lindi ideja pra për ta hapur, për ta krijuar? Sa i momenti Kompanin. Po, kompanin. Unë kam krijuar duke qenë se
u largova në 92-shin nga Marina, natyrisht që ishte pak e vështirë në fillim, por pata fatin që fillova në kompaninë e parë shtetërore të sigurimeve, dhe punova disa vite aty, krijova departamentin e Marinës. Departamenti i Marinës në sigurim është një nga departamentet më të rëndësishme. Kush njeh Marinën dhe në sigurime, ai njeh gjithë produktet, sepse thash përpara që Marina është diçka e veçantë në kuptimin sepse ajo ka sigurim jete, ka energjin, ka njerëzit, ka mekanikën, ka radar, ka lokacion, ka elektrik, ka gjithë shka që ka toka. Atëherë, sigurimi, njohja e kësaj është shumë e rëndësishme. Kështu që unë krijova departamentin e Marinës, dhe nga departamenti i Marinës për disa vite, derisa u krijua ligji për liberalizim, aty vendosa që të krijoja kompaninë time, pata fatin që të shkoja në një kurs në Angli, 3 muaj në një nga kompanitë më të mëdha. Atje kontaktova njerëz që punonin tek marshi ke departamenti i Marinës, njerëz që kishin të kaluarën si mu. Edhe ata kishin bërë shkollën e Marinës, edhe ata kishin qenë në marinë tregtare, kishin qenë në marinë luftarake, kishin qenë dhe kishin ardhur atë, dhe aty u miqësova me disa prej tyre, dhe një natë duke darkuar me ta, i thash që do kthehem në Shqipëri dhe do bëj një kompani sigurimeve. Ata qeshen, po thanë, si do e bësh? Thënë, do ta bëj, thash, do kthehem, do ta bëj, do më mbështesni? Do të mbështesim, dhe thënë, okej. Unë u ktheva, e krijova dhe mora dhe 5 veta, se e kam filluar me 5 veta. Sot jemi 2000 në 3 shtetet. Kështu që ishte një punë realisht kolosale e fillimit. Domethënë të organizosh një kompani sigurimi ishte të udhtoja nga Tirana në Shkodër, nga Shkodra në Korçë, nga Korça në Sarandë, brenda dite, që përgatitje njerëz, sepse Shqipëria s'kishte as kulturë, s'kishte as traditë, s'kishte as shkollë. Pra ti nuk gjej njerëz. Të gjithë njerëzit që janë përgatitur, kanë përgatitur bashkë me stafin, natyrisht, bashkë me stafin tim, i kemi përgatitur dhe kemi bërë, po që ti bëjmë njerëz që të punojnë, sepse këtu akoma s'ka shkollë sigurimesh. Që është e domosdoshme. Dhe nuk askush nuk e ka bërë, domethënë e shohin si diçka ndoshta si diçka që është më e rëndësishme në industritë, por e anashkalojnë, e nënvlerësojnë. Vuajmë edhe nga kultura e dobët e komunikimit, e shërbimit. Jo, do ta di fëmia në shkollë, do ta di që ka siguracione, do ta di që sigurohet makina, do ta di që sigurohet apartamenti, do ta di që sigurohet shtëpia, sepse janë gjithë botën. Janë kurrikullet e gjithë shkollave, sepse fëmia do t'i di gjitha këto, dhe të rritet me këtë ndjenjë. Po nuk u rrit me këtë ndjenjë, ai po rrit indiferent do ngelet. Nuk më gjen gjë. Po rrit me mendimin që nuk më gjen gjë, ai do vazhdoj nuk më gjen gjë. Keni punuar në këtë dimensionin e edukimit të shoqërisë? Më duket sikur s'keni punuar dhe ai si industri po flas. Kemi punuar shumë. Keni punuar shumë, por përsëri kur ti flet me to, për shembull, mund të kem bërë me 10 leksione për universitete, mund të kem bërë me 10 takime, mund të kem fol për shumë gjëra. Ata ngelen sepse industria e sigurimit është mahnitse në shumë pikpamje. Të flasësh për sigurimin e aviacionit, të flasësh për sigurimin e raketave, të flasësh për sigurimin e artemit tani që shkojnë në hënë. E siguruar ka qenë? Siguruar? Patjetër. Na jep ndonjë detaj se patjetër ka qenë e siguruar. Pra, ata që e kanë jeta e astronautëve, ajo raketa, gjithçka e siguruar. Nuk ka asgjë qiell pa siguruar. Nuk ka asgjë tokë pa siguruar. Ka vetëm Shqipëri gjërat pa siguruara, ka në Kosovë, gjërat pa siguruara, ka në Maqedoni. Kosova është më mirë se Shqipëria? Janë më përpara, për shkak sepse ata kanë pas sigurimet në kohën e diktaturës. Sepse ata kishin makina dhe kishte siguracion. Sa ne nuk kishim asgjë private dhe shteti. Domethënë, kjo është fjalia e parë që thonë. Maqedonia e Veriut? Edhe Maqedonia ishte Jugosllavia, kështu që ata e njohin. Për shembull, ata bëjnë këto sigurimet e jetës me kursim për fëmijët, për vete, sepse ato janë edhe për vete. Pra ti nëse investo për pensionin tënd. Pra në Maqedoni investojnë që të gjithë. Dhe sot totali i parave që është si fond i pensioneve private është 7 miliard. Më është një shumë e jashtëzakonshme që e kanë privatisht qytetarët e Maqedonisë, 7 miliard euro.
Po çfarë do të thotë të investoj për pensionin tim? Si Për shembull, funksionon? pensionet private janë një element shumë i rëndësishëm i mbrojtjes dhe i garantimit të njerëzve për moshën e tretë. Në Shqipëria dhe Serbia nuk e kanë. Ne vazhdojmë me kolonën e tretë, sepse pensionet ndahen në 3 kolona. Kolona e tretë që është 100% vullnetare, kolona e dytë që është jo vullnetare sepse kjo e ndihmon dhe kolona e parë që është e gjitha private. Kolona e dytë që nuk është Shqipëri, pra Maqedonia ka, Rumania ka, Malizia ka, gjithë Europa e ka, që do të thotë në 27% që ne paguajmë sigurime shoqërore, 2% shkon tek Tazam, tek fondi privat dhe 25 shkon për tjerë, sepse kjo është sigurime shoqërore, është për shoqërinë. Por ama 2% të detyron që ta çosh në një fond privat pensionesh. Ky fond privat pensionesh me këtë 2% për 15 vjet Maqedoni ka arrit 7 miliardë euro. Pra, edhe në rast se qeveria ka nevojë për investime, për para, i thot fondi pensione mjep, se ti kthej mas 10 vjeç. Pra është një mundësi shumë e mirë për shtetin për të garantuar, për të marrë para dhe për t'i mbajtur 10 vjet, 15 vjet e tjerë, sepse ato nuk paguhen me herë. Paguhen pak nga pak dhe kështu që është shumë e thjeshtë. Nëse do të bëj vullnetar sigurimin? Tani, ne jemi tek sigurimi vullnetare. Totali i investimeve të shqiptarëve në të gjithë me 4 kompani që janë është rreth 100 milion. Çigalia ka këtë buxhet rreth 50 milion, ka 50% të tregut. Pra, shteti ka krijuar një incentiv. Në qoftë se ti do të investosh te fondi privat, thot deri në 500.000 lekë ti njoh pa taksa. Pra ti i heq nga borderoja, nuk pagun taksa dhe i çon te fondi pensionit privat. Është një incentiv shumë e mirë. Por njerëzit, dikush për mungesë besimi, dikush për mungesë njohje, dikush për shumë arsye, nuk e kryejnë këtë veprim, nuk investojnë. Pra janë një numër i vogël. Kur kemi filluar ne para 20 vitesh, dhe tani shumë veta kanë filluar të marrin pensionin privat. Pensioni privat i tyre është nga 400.000 deri në 1 milion lekë. Ashtu? Po, sepse kanë investuar gjatë në raport me atë pensionin 15.000 lekë të reja apo 20.000 lekë të reja. Marrin nga 400.000 deri në 800.000 deri në 1 milion lekë, gjithë marrin çdo muaj, dhe është një numër jo i vogël, i madh, sepse kanë investuar që në fillim. Ne ju themi përsëri, filloni tani sepse 10 vite ikin shpejt. Po. Në pensionin privat ti mund ta marrësh atë që 60 vjeç. Nuk ka një kufizim. Nuk ka kufizim. Pra, moshën 60 vjeç e merr, mund t'i marrësh për herë. Por mund t'i marrësh edhe çdo muaj, si ta duash. Nëse i merr çdo muaj, atë ti ke përfitim ekstra. Pra, ato vazhdojnë dhe shtohen 10 vjet, 15 vjet, pra aq kohë sa ti e ke kontratën. Kështu që ky pension është shumë i rëndësishëm për ata që duan ta bëjnë dhe ata që duan ta investojnë, por atë mund ta bësh edhe në një formë tjetër të cilën ne e lançuam pak kohë më parë. Tani ti nuk blet dot shtëpi në Tiranë, që ta japësh me qiraze. Shumë veta mendojnë që ti investojnë tek për blej një apartament, dhe këtë apartament ta jap me qira me 200, 300 apo 400.000 lekë. Dhe të siguroj pensionin, po siguroj ta arrisat të ardhurat nga pensioni. Por kjo qira ka shumë problematika. Të gjesh personin, të bësh kontratën, të pagush taksat, bësh. Nësa ne i themi, mund të fusesh te fondi pensionit 50 milion lekë për herë, dhe ti merr 300.000 lekë çdo muaj apo 400.000 apo 400.000 lekë çdo muaj, dhe pas 10 vjeç apo 15 vjeç ti ke përsëri 50 milionë tënd. Pra ti ke lekë që ke konstruar çdo kohë. Pra ke 50 milionë. 50 milionë e merr përsëri pas 10-15 vjeç. Që nga një mundësi shumë e mirë. Çfarë ka ndodhur? Ne në këtë skemë na hyn shumë nga jashtë. Këtu në Shqipëri? Po pra, ata shqiptarë që janë jashtë. Çfarë bëjnë? Sjellin për prindrit. Po. Dhe i thot, okay, pensioni është i imi. Po. Ke babai, ke mamaja. Po. Pensioni pra është për ata. Ndërsa interesat le ti marr babi me mamin. Dhe babi e mami marrin 300-400.000 lekë që i harxojnë, po ai nuk humbet asgjë sepse ato lekë ka gjitha pas 10 vjeç merr gjithë shumën që kishte. Që ka një ofertë më mirë se sa te banka, apo sa të kursesh në bankë. Dhe këto para të gjitha janë bono thesare. Pra, se shumë veta thonë, po ja se kur më humbin janë bono thesare. Qofse falimenton shteti shqiptar, s'ka ç'a të bëj as zoti. Jo më, por pra janë bono thesare në shtetin shqiptar. Dhe këto bono thesare janë 10 deri 20 vjet
të cilat janë në 100% garantura, vetëm në rast se shteti nuk është më. Nuk është shteti më, nuk e dim, jemi edhe ne pasaj. Të kthehemi Pra, domosdoshmëria e investimit te ky fond është shumë e rëndësishme. Gjetja e mënyrës dhe rrugës që mund ta bësh edhe online, por mund të komunikosh në çdo zyrë cigale që duhet të bëj pension. Dhe sot ka një ndërgjegjësim, po nuk është në atë masën që duhet të jetë, sepse normalisht duhet të ketë fluks për gjithë njerëzit, sepse ty ta ka krijuar këtë mundësi ta heqish nga paga, ta heqish nga taksa. Pra një pag sot 2 milion lek, në fund të vitit përfiton 1.600.000 lek vetëm se i thut ke fondi pensionit. Dhe nëse 1.600.000 lek, sepse kemi i merr për sigurimin e shëndetit një kartë gold, pra investove lek ke fondi pensione, morë edhe një kartë gold me rrogën tënde, lekët i ke, kartën gold e ke dhe ti je një njeri i kompletuar, pra nuk shpenzove asgjë në fakt. Përdore vetëm incentiven nga taksa e shtetit. Shumë interesante, po në fakt ne si shoqëri nuk është se i dim. Ndoshta është edhe për fajin ton se nuk kërkojmë informacion, edhe po të kthehemi pak tek kompania juaj, tek kompanitë tuaja. Cila mendoni se është karakteristika ose disa nga karakteristikat tuaja kryesore si lider i këtyre kompanive? Ne kemi ftuar sipërmarrës në bisedat tona sepse kemi një dëshirë shumë të madhe që kushdo që na dëgjon nga audienca të dëgjoj modele reale suksesi, edhe njerëz që kanë krijuar përtej këtyre modeleve të tipit sidomos të rinjve që hapin ca akaunte apo ca llogari në rrjetet sociale dhe ja ku dolën modelet, po me një punë shumë të gjatë, me një përvojë shumë të gjatë, 2000 punonjës apo jo? Cila mendoni se që mbase të japim edhe një mesazh për ata që duan të ngrejnë? Tu ka një gjë që është e rëndësishme për ta thënë. Këtu nuk ka promovim të smirës. E mira këtu nuk promovohet. Këtu promovohet ngjarja negative, ngjarja e keqe, promovohen kriminaliteti, promovohen gjërat e cilat sherret banale, vrasjet e tjera. Nuk promovohen produktet dhe ngjarjet që janë të domosdoshme për njerëzit. Këtu promovohet një person i suksesshëm në Gjermani, në Itali, një shqiptar, që duket sikur i thot shqiptarëve hikni atje sepse atje do bëni sukses, dhe nuk thot që këto rezultate që janë këtu dhe këto biznese që janë këtu dhe gjithçka që është shumë e rëndësishme. Por këtu kemi prodhuar slogane, kemi shpik lloj-lloj gjërash për t'i denigruar ata që merren me biznes, dhe për t'i denigruar njerëzit që kanë marrë përsipër përgjegjësi të mëdha. Nuk është përgjegjësi e vogël që ti të marrësh përsipër të ndërtosh një kompani çfarëdo lloji qoftë. Po. Sepse është përgjegjësi e jashtëzakonshme, sepse nga i momenti që ti do marrësh niptin në zyrën e tatimeve, nga i momenti ti je ekspozuar para tyre dhe je ekspozuar para taksave për çdo gjë që krijon. Nësa ka të tjerë që nuk kanë as nipt, s'paguajnë as taksa dhe janë suksesshëm në punën e tyre me formën e tyre. Por promovimi është më shumë i atyre që s'kanë nipt se atyre që kanë nipt. Atyre që paguajnë taksa, atyre që kontribuojnë drejt për shoqërinë. Pra, ti thua që gjeta një njeri të suksesshëm, një doktor në Gjermani, shqiptar, doktor ka ikë prej këtu, dhe në fakt ai s'duhet promovuar sepse iku nga Shqipëria dhe shkon në Gjermani dhe që ka i suksesshëm normalisht sepse atje ka nevojë. Ka nevojë për punë gjithandaj. Ka nevojë për njerëz gjithandaj. Po ti promovo këtë Shqipëri këtu. Ti promovo atë doktorin që shkon në fshat atje dhe ka lënë Gjermaninë, po themi. Atë doktorin që ka shkuar në Skrapar, që rrin në Skrapar, promovo atë doktorin që ka ndonjë Barancur, promovo atë klinikën që është në Barancur, promovo atë biznesin e vogël apo të mesëm apo të madh që është në një zonë të largët, atë promovoj edhe nxite, sepse po i promovove këto, ti automatikisht ke bërë një shërbim shumë të mirë, shumë të mirë për vendin. Dhe në momentin që ne promovojmë të mirën,
atëherë biznesi, sepse po ta shohësh klimën dhe frymën, njerëzit, ai publikohen çdo ditë tendrat fituar nga biznesi. Po mirë, pyeta një në Gjermani, ke fituar ndonjë tendër se e kishin nxjerrë në televizion këtu si një sukses? Patjetër, tha. Fitoi gjithë tendrat e bashkisë. Po si fitoi gjithë tendrat e bashkisë? Paraqes ofertën më të mirë, bëj shërbimin më të mirë dhe më japin tendër. Po ti që ke korruptorit, thash, në Shqipëri do jesh një oligark. Në një njeri që ti ke bërë gjithë këto gjëra dhe ti merr lek e buxhetit. Po lek diku do të marrësh para sepse s'ke çfarë bën. Në Shqipëri publikohet del ajo dhe pastaj fillojnë i bëjnë analizën dikujt që e bëri këtë. Ora, ai që është në biznes do luftoj që të realizoj fitime dhe të bëj atë që është e mundur për ta bërë. Sepse ai që është në biznes që është i ekspozuar, siç është në tregun sigurim, është i ekspozuar para mbikëqyrësve, që është autoriteti mbikëqyrës, është i ekspozuar para taksave, që është zyra taksave, është i ekspozuar përpara klientëve, që janë shumë të rëndësishëm klientët për ne. Pra, nëse ne do të bëjmë biznes succession, ne kemi kujdes ndaj çdo klienti. Dhe ajo që unë them, gjithandaj them që ne do të jemi të bindur në vetvete që edhe kur refuzojmë dhe dim që duhet refuzuar një dëm, ai duhet ndahet i kënaqur, sepse nëse ndahet i pa kënaqur, ai është një gojë e keqe, por t'ja mushësh mendën që ty nuk takon për këtë arsye. Dhe bindu që s'takon. Kështu që promovimi i smirës në Shqipëri është i domosdoshëm. Është një nga gjërat që ne duhet ta bëjmë. Ne duhet ta bëjmë me gjithë, duke filluar nga shkolla, me nxënësit, dhe pastaj gjitha bizneset që janë, sepse bizneset shqiptare, për mendimin tim, janë dhe biznesmenë shqiptarë, unë i njoh që në 92-shin, janë njerëz që kanë sakrifikuar shumë. Kanë sakrifikuar nga vetja, kanë sakrifikuar nga shtëpia, nga familja, kanë sakrifikuar për të bërë diçka dhe njerëzit vërtet nganjëherë më vjen shumë keq kur shoh që po se boll ka marrë ai tash të marrë dikush tjetër. Mentaliteti komunist që përcaktojmë se sa duhet fitoj dikush. 92-shi është startimi në biznes për të gjithë. Pra ishim gjithë barabarë. Unë dola në rrugë, s'kisha as shtëpi, s'kisha as gjë në Tiranë. Sepse kështu ishte rrethanat. Dhe u detyrova që të punoja. Po së bashku me mua ishin edhe shumë tjerë. Çfarë kanë qenë punët e para? Çfarë do? Në moshën 18 po themi ose në punët e para. Unë kam punë, domethënë, unë kam marrë shkollën e mesme në Baramcur. Pas shkollës mesme ishim të pafat sepse na çuan që të punojmë në sonda. Në zbulimin e kromit. Dhe punonim në natën e ditë, ishte ftohtë. Kur e kapnim me durat e shtangë, ishim 18-19 vjeç, kapshim shtangë, ishte shumë ftohtë, kapshim atë shtangën për ta rrotulluar, na ngrinin durët ke shtanga. Pastaj kam punuar në Fiers, marrova stazhin në Fiers dhe pas stazhit më dhan bursën për mjekësi, kisha marruar me rezultate shumë të mira në gjimnazin. Erdha në Tiranë që të regjistrohesh, më thanë që është transferuar shkolla jote, ti do shkosh shkollën e Marinës Vlorë. I thash, nuk e dua, me ktheni mbrapsht. Por ndodhi ajo që ndodhi, unë shkova për shumë arsye. Madje ishte një arsye ishte që ke shkolla Marinës ti shkoj jashtë shteti dhe atëherë ëndra ishte e madhe dhe në fakt ajo më ngacmoi pak. Dhe mbarova shkollën e Marinës, bëra 2 rrugë jashtë shteti, u ktheva në shtëpi dhe i them Timeti, unë nuk vi më. Tani do iki prap këtë javë dhe kjo është largimi im përfundimtar. I mat me një qetësi të jashtëzakonshme, sepse tani e kam thënë edhe herë, po e them edhe këtu. Ai më tha mu, ke vendos? Po, kam një kusht. Çfarë kushti? Dhe isha shumë i lumtur sepse çfarë lloj kushti që të vendos ai, unë e realizoja. Po. Ta do marrësh dhe mu me vete. I thash, ty s'marr dot? Mu mos më lek këtu. Kjo fjali, mos më lek këtu, sepse pasojat aty ishin jashtëzakonshme nëse unë largosha. Ishte 81-shi. Dhe natyrisht që shkova u ktheva dhe vendosa që të mos largosha. Pra, mund të kisha ikë që në atë kohë.
Por ndodhi kjo që nuk u largova për një fjali. Po të më thoshte që çdo lloj fjale tjetër, natyrisht që do ikja. Thosh, okay, edhe do ikja, por më tha mos më lerë. Më merr me vete, po morë me vete më unë dakord. Ndryshe mos më lerë këtu. Sepse pasojat do ishin jashtëzakonshme. të mëdha. Le të mendoj një moment që unë jam një vajzë që dua të punoj te Sigali dhe po bëj një intervistë të rekrutimi me ju, që do të thotë dua të punsojmë te Sigali, se këtu dua të kuptoj se çfarë kërkoni ju te punojësit e rinj ose te ata që doni t'i bëni pjesë të kompanive dhe të familjes suaj, të familjes biznesit në këtë rast. Në fillim paraqiten në zyrën e burimeve njerëzore, që është një, do paraqitesh aty, që është një drejtoresha burimeve njerëzore dhe zëvendës drejtoresha e Sigalit që merret me rekrutimet, të cilat shohin, domethënë CV-n e tjerë dhe mundësitë. Pastaj ja krijojnë mundësinë që të qëndroj nga 1 deri në 2 javë në kompani, të shoh se çfarë i përshtatesh dhe ku përshtatet. Pra je i jepni këtë mundësi që ta njohë. Që ta njoh. Po. Dhe a e gjen veten. Të lexoj, komunikoj, të pi kafe, sepse kene kafeja, dreka janë. Po isha ambient shumë komode. Janë free për gjithë punojësit. Pra dhe ai apo ajo qëndron aty, njeh, shef dhe vendos të rri apo mos rri dhe ku të rri. Pasi krijohet kjo mundësi, ai vendos që të rri dhe natyrisht që bisedohet gjatë kësaj kohe, bisedohet për pagën, për kushtet e tjera dhe bindet që po do rri dhe pastaj 3 muaj është në provë në një departament që ka vendos vetë se cili është më i miri për të dhe cilin mund përshtatet më fleksibël. Dhe natyrisht kur pas 3 muajsh masi ka arrit atë që rezultatet e tjera dhe shpreh dëshirën për të qëndruar, thot po, unë qëndroj, atëherë bie dakord për pagën dhe ajo vazhdon detyrën, ajo apo ai vazhdon detyrën në kushtet që ka. Ka raste që në një që pretendimet për një pagë janë shumë të mëdha. Të rinj negociojnë më shumë me pagat, më duket. Po, me pagat, për shkak me pagat, unë edhe ma sjellin tek mua, them, okay, çfarë pretendimi ke për pagën? Paga ime thot dua, okay, 2.000 euro, 3.000 euro, e ndaj letrën për gjys, vendos 3.000 euro të ati me njërën anë, dhe vendos çfarë duhet të plotsoj. Plot për Sigalin, çfarë duhet sjell për Sigalin në muaj. Po. Sepse ne kemi puna jonë matet me të ardhurat që realizohen. Nuk e kemi shumë thjesht punën. Pra, çdo muaj ne kemi rezultatin për secilin njeri që punon në Sigal. Sa ka qenë secili, sa ka qenë, sa ka bërë prime, sa ka marrë bonus, ka njerëz aty që marrin edhe 25.000 euro në muaj. Ashtu? Po. Në bazë të punës që bëjnë. Se pas thosh do vjedhë unë të punoj. Jo, shiko, tani që po më thua shifër me thënë të drejtën, po mos ta doja ai shumë media, do kisha ardhur më një herë. Pra ka që marrin 25.000 dhe unë gjithmonë këto që marrin shumë i promovoj dhe i vendos gjithmonë, sepse çdo 3 muaj ne bëjmë një takim me 3 shtetet, me 300-400 veta, sa janë dhe vendosim nuk vendos rezultatet e Sigalit, vendos rezultatet që merr secili. Pra, dhe për të motivuar të tjerët, që shohin modelin, po. Domethënë, në kushtet barabarta, në tavolinat barabarta, me kompjuter, me të njëjtin brand, me të njëjtin emër. Avniu bën kaq, ky bën kaq. Edhe i them, çau tregoju këtyre tjerëve se si bëre ti këto. Dhe ai natyrisht që thotë që unë dal në punë 6, ikin në shtëpi në ora 12, sepse du me bën lek. Okej. Ndërsa tjetri, ai që ka pak të ardhur që ka 1.000 euro të zamë, sepse poshtë 1.000 euro nuk ka. Ai që ka 1.000 euro thotë, okej, unë them drejtën dalë në 8:30, në ora 4 ikin në shtëpi, hap drekën me grun, flej gjumë, dal pi një kafe edhe okej. Okej, qëndro aty te 1 milion shqiptar. Aty duke ne merr vesh se kush ka interesa për prodhuar dhe kush ka dëshirë që të jetë diku më lart, sepse
ai Mike Tyson ka thënë që i varfër është i varfër. Ai që është i pasur është mend një herë dhe pastaj hecën. Sepse ai që është i varfër dhe ai zgjodhi një gjë, thirrri 10 shokë të tij, dhe tha hajdeni këtu. Do të prishim marrëdhëniet bashkëta, nuk do punoni më këtu. Unë do t'u jap nga 10 milion dollar secilit nga ju dhe ju dilni dhe punoni. 9 nga ata i thanë jo. Unë nuk bëj. Unë do rrit punoj këtu ku kam qenë me pagën që isha. Sepse ky është niveli. Ndërsa njëri tha po. Të falenderoj tha dhe kërkoj që të bashkëpunojmë, por pas 5 vitesh bashkë. Doli, krijoi biznesin e tij dhe heci. Sepse ai kishte interes. Ndërsa këto tjerë s'kishin interes, të merreshin pagën, që dorën në shtëpi dhe të bënin një jetë qetë. Edhe Shqipëria kështu është. Pra, ti mund të kesh në punë 2000 veta, po ke shumë pak që duhen të kenë më shumë të ardhura. Duhen që të bëjnë jetë qetë. Për shembull, kur bënim takimin me drejtorët e Unikës, IC Unikës, thoshte që nëse do të kisha gjithë CEO-t me interesa si tuat, do isha kompania më mirë në Europë. Por ata që i kam thjesht të interesuar për ato benefitet normale dhe atë jetën normale dhe nuk kanë asnjë lloj dëshire që nuk kanë qëllime që të ecin. Çfarë ju thot intuita kur takoni njerëz për herë të parë? Unë vetë kam intuitën shumë dhe ndonjëherë mendoj nëse nuk gjej një shkëndij, po themi, te një njerëz apo një re për ta dashur median ose për t'i shërbyer publikut ose për të ecur minimalisht vetë. Është shumë e vështirë mendoj po spati vullnetin një pjesëtar i kompanisë që të si e mendoni ju këtë? Apo jeni më shumë një drejtues që ju besoni shanseve të dyta, pra që njerëzit meritojnë të kenë dhe shanse të dyta, të treta? Barka nishull vjen vetëm një herë. Po e kape, se kape. Iku. Kështu që du t'jesh i vëmendshëm që të kuptosh se çfarë synime shke dhe çfarë shansi do kapësh. Aty natyrisht që vinë shumë njerëz dhe flasin shumë njerëz dhe kërkojnë shumë gjëra, po unë përpiqem që edhe me stafin të jemi kujdesshëm, po edhe me njerëzit e tjerë, me klientë ose njerëz të tjerë që jem pranë tyre, por jo që të bëj punën e tyre. Se nga njerë njerëzit thonë, okay, më jep të punën, pastaj rrin duke të kërkuar që t'ja bësh punën. Okay, unë të dhash punën, të dhash mundësinë, tani ti du të hecesh vetë. Kjo bëhet edhe me njerëzit të tu, edhe me fëmijët, edhe me djalin, edhe me vajzën, edhe me njerëzit që ke, po çfarë do punë, okay, ja kjo është puna, bëje, ec. Më pyet vetëm për një gjë të veçantë që zgjen përgjigje gjithmonë drejtoje këtë dhe ec, sepse kjo është pavarësia ose mundësia që du të ketë secili. Por në biznes biznesi është një lloj talenti. Nuk është jo çdo kush mund ta bëjë për mua. Sepse biznesi ka fantazi, ka çdo ditë krijim. Nëse s'ke fantazi, s'ke krijim të ri, nuk bëhet dot. Ashtu siç është ai violinisti që nuk mund të bëhem violinist unë. Më jep violinën sa dush, si bidot. Se ke talentin aty. Nuk është, s'kam talentin. Nësa në biznes është e njëjta gjë. Unë kam parasysh këtu 92-shin. Dhe kam gjithë ata shokët mi, ose kam njerëz që njihsha etj. Të gjithë tentuan. U tërhoqën. Sepse disa edhe e pranonin, për shembull, thoshin më që s'është për ne, nuk është zanati jo, nuk e bëjmë dot, domethënë sepse biznesi do ta menaxhosh veten dhe të krijosh çdo minutë. Madje një miku im më thoshte që i futa gjithë punojësit në një bankë në Angli, më tha, i futa gjithë punojësit dhe ju dhash një letër. Ai thash që shkruani kush nga ju gjatë dushit mendon për bankën, edhe interesa e bankës. Vetëm një tham doli. E bora drejtoresh.
Jo, se vërtet do shumë krimtari, do shumë devocion, do shumë pasion, do shumë përqëndrim. Do të mendosh, ti qofse do të bësh një skem, gjitha këto që i kanë hyrë në sot në teknologji, janë mençuria e dikujt, krijoi Microsoftin, mençuria e dikujt, Facebookun, mençuria e dikujt, Airbnb, mençuria e dikujt, Uberin. Pra janë 10 kompanitë më të mëdha në botë sot që linden nga mendja e dikujt në garazhin e dikujt, sepse të gjitha pothuajse kanë lindë për garazhe këto biznese dhe u krijuan. Por ata nuk ishin njerëz që e krijuan, por e para thanë që unë do të jem dikush në veten e tyre. Si ishte askush, do të jem dikush. Pastaj e krijoi bindjen, e mendoi, e bëri dhe doli. E kështu është biznesi. Biznesi nuk është jap ca lek unë, do shesësh makarona, do marrësh ato lek, ca i shet, ca si shet, dhe në fund thu mbaron lek, mbaron dhe makaronat. Qa bërës gjë, nuk është biznes, ajo është, shitës, me shumicë dhe me pakicë. Por biznesi është tjetër gjë, është art, është edhe stil jetese. Është reform, stil jetese, është reform. Pra, se cili e përcakton atë, është i vështirë. Aq më tepër në vendet ballkanike, ku të njohin, të pengojnë. Çfarë vështirësish ka Shqipëria për shkakun? Shqipëria ka lloj vështirësi. Nga më të ndryshmet. Nga më të ndryshmet. Shkur deri në dera e shtëpisë në fakt. Nga më të ndryshmet. Ja, adresat, që me zi e gjetët ju. Se praktikisht s'kemi as adresat sakta. S'ke adres. Janë shumë faktorë që e bëjnë të vështirë. E bëjnë të vështirë sepse kjo është krijuar dhe ajo që është më e rëndësishme është xhelozia që është goditse në Shqipëri. Ndaj njerëzve që bëjnë para. Pra, njerëzve që janë suksesshëm. Se mund mos bësh para të mirëfillt apo. Të gjithë ju thonë që ky ka bërë kështu, ka bërë pas, njëri nuk i thotë, por ky është ka kredit mëdha. Asnjëri nuk ja që hallin, ndërsa atë se zgjumin natën. Ai vërtet ka ndërtuar, ka bërë projekte, ka bërë, po ka lek për të paguar në bank. Ai shumë sa njerëzit se besojnë. Dhe ajo është e vështirë, sepse edhe përsëri shkojnë edhe i thonë shko se ti do na ndihmosh, do na bësh këtë, do na bësh. Ai ka hallë. Asnjë nuk e di. Se çdo të thotë kesh mbi vete edhe barrën e kompanisë, kesh edhe barrën e bankës dhe të kesh edhe barrë të tjera. Por i kanë fut një emër oligark dhe ju thonë ato një 40 gjëra tjera dhe i përpiqen të denigrojnë, përpiqen të godasin, të dhunojnë në pikpamjen e mediatike, pra të shkruajnë gjithçka për të. Edhe ne si media kemi shumë faje. Unë këtë po mendoja dje ose pardje, kur edhe Arlis kompania që ka ndërtuar thash do filloj tani fushata e shigjetimit e targetimit kundër kompanisë, sepse me thënë të drejtë një pjesë e madhe e jona, jo një pjesë e madhe, se po abuzoj tani, po janë disa syre që presin fiks këtë momentin, për të vendosur gjoba, për të bërë presion që kompanit të japin reklama, apo nuk e di se çfarë, po është shumë e shumtuar dhe shumë e keqe me të drejtën. Të sjell një shembull të vogël. Para disa ditësh përballë zyrave të mia ishte një kamerë e vendosur drejt zyrës. Dhe u bëra kundërshtar ta pyesja. Ishte Euronewsi në Europë. Jo këtu, po. Jo Euronews Albania. No, ishte atje. Edhe i them kush jeni, u prezantoi dhe shkar vizitën, ma dha dhe mu, ishte gazetari Euronewsit në Bruxelles. Edhe më tha, i thashun, çfarë po bën? Kam një intervista me Okej, thash, po kamerën e ke vendosur drejt kompanisë. Po tha, ka në të keqe për ty? Po, jo, i thash, se këtu televizionet Shqipëri, nëse del logo e një kompanie, ato ose fshin logon, e presin, e denigrojnë, i thonë do pagush leket. Po jo, dhe po në qofë se unë bëj një reklam në Tiranë, tha, dhe nuk e drejtoj diku ku ka reklam, ose që ka një intervistë Tiranë, dhe nuk e drejtoj nga një gjë që është shqiptare, që të dallohet që unë kam ardhur. Po, çka kuptimi kam, them unë. Okej, thash, më fal. Dhe në fakt e zhvilloi intervistën, e zhvilloi me këtë. E pash tek Euronewsi që ishte me logon e Sigalit, që ishte
pa prerë, domethënë Po, e pa censuruar. censuruar, po, e pa censuruar. Kjo është që ndodh në Shqipëri dhe që është e veçantë. Këtu ka dhe një gjë që është tipike për shembull që në industrinë e sigurimeve që duhet të thonë, për shembull, para disa vitesh ka qenë me ligj që pasuria shtetërore duhet sigurohet. Shqipëri nuk sigurohet. As ministrit, as institucionet. Pse? Mos e harroni atë që po thoni, ne kemi bërë një shkrim për aksin Librazht Pogradec, që u dëmtua, dhe sigurisht shkrimin e kemi pasur me këtë këndvështrim që a do kursenin taksapaguesit shqiptar para nga minimizimi i dëmit që u bë, nëse po themi kjo vepër që është e gjithëve, do ishte siguruar. Çiko, ajo që pse nuk sigurohen për këtë vepra? Ky është një problem shumë i madh. Fakti që veprat industriale, veprat e rëndësishme, ministri, digastere, ato që janë pasuri shtetërore, sot pjesa dërmuese nuk sigurohen, do të thotë që këtu është një mentalitet i gabuar dhe i keq. Nuk ka vend në botë që nuk janë të siguruara rrugët. Ç'do të thotë sigurosh rrugën? Do të thosh ta sigurosh edhe përgjegjësinë rrugore. Do të thotë që pra siç na kërkon ne në koncesionin e rrugës kombit, në qoftë se një makinë e sigal përplaset me guardelat, policia e kap atë dhe me detyron që të paguaj. Por asnjëherë policia e kësaj rrugë nuk ka nxjerrë shkaktar rrugën. Megjithëse ndodhen gjithë ato ngjarje ndihmën nëse më mend për shkak të nga ngricat, ngricat, dhe nuk e nxori fajtor, ato po i nxori kompanitë e sigurimeve. Pra, nuk është rruga si rrugë sigurohet, që përpara se fillojë ndërtohet. Dhe gjitha dëmet e ndodhura gjatë periudhës së ndërtimit, dhe kjo është një kontratë që quhet CR Construction All Risk, ka qenë e detyrueshme deri para disa vitesh. Nuk kishte projekt i bankës botërore apo i qeverisë shqiptare që kalonte dhe bënte këtë lloj sigurimi pa asiguracionin për këtë lloj përgjegjësie. Dhe pastaj vazhdonte edhe për periudhën e gatishmërisë, periudhën e pas ndërtimit. Që sa është kjo periudha? Është 3 deri në 5 vjet, dhe pastaj kalon tek periudha që rruga, drejtoria e përgjithshme e rrugës duhet i ketë siguruar gjitha rrugët. Për dëmet, duhet i ketë siguruar për shembjet, duhet i ketë siguruar për dëmtimet e vetë rrugës, etj. Dhe industria e sigurimeve këtë punë ka. Mbrojtjen financiare të rrugës, të malit, të zjarrit, të agrikulturës, të arave, të fushave, të bujqësisë, të gjithë shkaje. Në rastin e rrëshqitjeve aty tek aksi. Po të kishte qenë siguruar, do pagunin shoqëritë e sigurimit. Do me thënë ne si taksapagues, ose nuk e di se si do zgjidhet tani, sa as ne nuk e kemi shumë qartë. Pra, po kjo do që drejtoria rrugëve, ose Këshilli i Ministrave, do t'i kthehet vendimeve që kanë qenë më përpara dhe thotë, nuk mund të ketë asnjë segment rrugor të pasiguruar. Nuk mund të ketë as për përgjegjësinë e rrugës, po dhe për dëmtimin e vetë rrugës. Dhe në momentin që dëmtohet rruga, atëherë bëhet preventivi, kompania sigurore paguaj lek dhe riparohet rruga, sepse kështu është gjithë botën, nuk po bëjmë Shqipëri në një shpikje tillë. Nga ana tjetër, edhe kompanitë bëhen më të përgjegjshme. Sepse në momentin që është një sistem më i kujdesshëm, më i kontrolluar, atëherë të gjithë ne si aktor bëhemi më të kujdesshëm, se kjo është. Patjetër që është shumë e rëndësishme kjo, dhe patjetër që është shumë e domosdoshme, sepse ta thuash me pak fjalë, gjithçka që është mbi tokë, në qiell dhe nën tokë është e sigurueshme. Por varet se kush e identifikon riskun. Pra risku vjen nga dikush, dhe ti që je shteti apo pronari kësaj zyre apo tjetër, ti e di çfarë risku kanosësh. Dhe këtë risk ti mund t'ia shesësh një kompani e sigurimi. Pra risku im në këtë zyra është djegja. Okej, unë të shkoj të asiguroj këtë objekt për djegje. Risku tjetër është tërmeti, të shkoj të asiguroj për tërmetin. Risku tjetër është përmbytja, në qoftë se unë kam një shtëpi diku, atëherë do shkoj të asiguroj për përmbytjen. Risku tjetër është për një stall me bagti, është mngordhin, do shkoj të asiguroj. Për një arë me grur, do të asiguroj edhe për
mos djegjen e arës, po do ta siguroj edhe për sasinë e grurit të prodhuar po duhet ta bëj. Pra unë kam planifikuar 50 kuintal dhe marr 20 kuintal, këto 30 kuintal do i marr nga kompania e sigurimeve nëse e kam siguruar. Ose domatet ose gjithçka. Pra, gjithçka është e sigurueshme. Edhe plantacioni i mollëve, edhe i kumullave, edhe bostani, Si edhe jemi në gjithçka mendësi, jemi është shumë të izoluar, shumë larg. media, ajo që jep emisione vetëm për influencerat në s'do them tani që në ato emisione të cilat s'kan ndonjë vlerë përveç se zbavitjes. s'kan ndonjë vlerë tjetër edukuese për njerëzit për të thënë që po, gjithçka është e sigurueshme, gjithçka është në këtë fazë. A mund t'ju pyes pak për këtë projekt ligjin që po qarkullon për sigurimin e detyrueshëm? Cili është komenti, mendimi juaj? Do ketë gjasa që të votohet? Nuk e si di. mendoni? Nuk di sepse unë natyrisht nga eksperienca që kam për 30 e sa vitesh në sigurime dhe nga eksperienca botërore dhe nga kontakte që kam me kompanitë më të mëdha në Europë, sigurimi nga katastrofat është për Shqipërinë është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm sepse ai mbron qytetarët në fundit nga një rrezik që mund të jetë evident. Mund t'ju kanose, po. Pra, dhe kjo skemë është shumë e thjeshtë për të bërë. Nuk mund ta shmangësh përgjegjësinë e qytetarit, sepse kosto për një sigurim nga katastrofat është 15-25 deri në 50 euro. Mund të shkojnë në vit. Por në rast se ka përmbytje atë paguhet e gjitha nga kompanitë e sigurimeve. Në rast se ka tërmet paguhet nga kompanitë e sigurimeve. Caktohet një limit. Pra nuk ke nevojë të bësh shtesa, të krijosh agjenci, të krijosh gjëra të tjera, sepse ti e ke industrinë të licencuar dhe të përgatitur. Ne sot mund dalim në tregun ndërkombëtar dhe të blejmë risigurime deri në 2 milionë euro të zonë. 2 miliard. Shqipërisë sa i duhen? I duhen 1.5 miliard. Atë të vlerë ne e garantojmë me njerë. Sot po të dalun, e gjej, të vlerë dhe i them, po, Shqipëria ka një paket, sepse unë e kom 200 milion sot, të mbuluar. Pra, do gjej edhe 1 miliard, 1 miliard e 200. Shqipëria, them, është e mbuluar nga katastrofat për 1.2 miliard ose 1.5 miliard. Kur zonë do goditet, do paguhet me njerë. Po, kështu është të ndërtuar në gjithë botën. Kompanitë e sigurimeve kanë produktin, dalin tregun e risigurimeve, e krijojnë atë. Kur ndodh ngjarja, njoftojnë risigurusin bashkë me sigurusin, paguajnë vlerën e dëmit, kalkulojnë dëmet dhe paguhet dhe mbyllet. Është fare thjesht. Nuk ka asgjë për thonë si do bëhet, ne nuk mund të bëjmë gjëra që si ka bërë bota. Ne duhet të bëjmë atë që është e domosdoshme. Njerëzit mund të thonë që pse të na e bëjnë detyrueshme. Mos e bëjnë detyrueshme. Kur të përmbytën do i thosh ç'të bëj unë. Pra, u përmbyte. Je i siguruar, jo, se më siguruar. Okej. Ka pas vende siç është Turqia që bëri kur atërmeti i parë. Erdogani tha, jeni të siguruar? Jo. Okej, tha. Kësaj radhe do ta paguaj unë. Herë tjetër do i paguni vetë. Shkoni bëni sigurimin dhe sigurimi nga katastrofat tani mund të ketë arrit në një vlerë 12 miliard ose diçka kësaj natyre, para e krijuar e përdoret në rast se ka katastrofa në Turqi. Me këtë ligj është pothuajse e gjithë Europa, Romania ka bërë, Bullgaria ka bërë, Italia ka, pothuajse vendet e Amerikës Latines, ato janë të goditura të ekspozuara. Pra, mundësia është, skemat janë të thjeshta, të gatshme, pastaj mekanizmi që përdoret shteti dhe shtetërore. Unë vetë do isha për një zgjidhje që të ma jepte mua të drejtën për të vendosur, pra për një zgjidhje për lirin, pra për të zgjedhur, po themi dua të sigurohem dhe të sigurohem në mënyrë vullnetare, pa këtë detyrimin që mund më përcaktoj ligji, po themi. Do shta është kundërshtrimi im. Kjo është e vërtet që ka një gjë. Në qoftë se do ketë një shtëpi këtu të siguruar dhe një shtëpi atje, domethënë pak. Atë primi i sigurimit është shumë i lartë. Po. Në qoftë se sigurohen që të gjithë,
Ullet. Primi i sigurimit është i ulët. E kuptoj. Pra, nëse gjithë Shqipëria është e siguruar, atëherë në tregun ndërkombëtar gjej një prim të ulët dhe primi do jetë 20 euro mesatarisht për shtëpi, për tërmetin, 20 euro, 22 euro, 30 euro etj. Pra do jetë i kosto shumë e ulët. Në vit. Edhe detyrimi sjell një gjë të mirë, pra që ul. Po pra, detyrimi, sepse kontribojnë të gjithë për një. Po. Dhe më është ai parimi, një për gjithë, gjithë për një, është pak. Kështu që primi do jetë më i ulët dhe çmimi është më i ulët dhe njerëzit janë më të kënaqur në rezultatin përfundimtar. Po, e kuptoj. Pra, ne nga një anë nuk kemi dëshirë me detyru, por nga ana tjetër e kemi këtë dëshirë. Është ai bariu pra që duam na urdhëroj pa. Ja, kisha një biznesmen, merri zyra dhe donte të bënte sigurimet. Dhe i them, ishte ministër financash në atë kohë Vend Bodja. I them unë, ja bëra gati, ishte një shumë e caktuar dhe i them që do vish të bësh sigurimet apo jo? Po do vi thamu. Pastaj e mora përsëri. I thash do vish sepse i kanë bë gati policat e sigurimit dhe i ke gati. E di çka më thamu? I thuj Ridvanit na bëj me detyrim, tha se kështu vullnetarisht s'na pëlqen me thon drejtën. Kështu që me detyrim sikur ka shije tjetër. Po ka është, me detyruan ta bëj dhe ja le përgjegjësinë dikujt tjetër që të brymosja që kemi, pra është gjithçka kulturore. Unë mora një kënaqësi shumë të madhe nga kjo bisedë, edhe për detajet, edhe ato detajet e rëndësishme që ne si gazetar, si audiencë kemi nevojë dhe që ndoshta nuk i kemi ditur, nuk e di si u ndjet ju. Mirë, jo keq, biseda Më duket është e vjershme. Mlat me fol pa dogan. Po, jo vetëm pa dogan, po se në përgjithësi tani ne i shohim nëpër televizion, ne i shohim më shumë flet ai drejtuesi i emisionit se sa të ftuarit. Po e ka televizioni këtë detaj, sepse në televizion s'ke kohë. Dhe madje thot, nëse nuk respekton ato që të mund nxjerr jashtë. Dhe mos thuaj emra kompanish se reklamat nuk lejohen. Po emra kompanisë i ke parë. Mendoj që zhvillimi në teknologji na ka dhënë këtë edhe pavarësinë. E para njëherë që të zhvillojmë biseda pa censurë, sepse nuk jemi pjesë e kësaj industrisë madhe që ka censurën, po nga ana tjetër, edhe podcasti si lloj dhe biseda ta jep lirinë dhe unë besoj shumë te ky lloj formati për të qenë të thelluar e për të pasur kohën se sa gjëra me rëndësi nuk thuhen dot edhe shpejt, me thënë të drejtën. Është e vështirë. Po është edhe e vështirë që ti thuash gjitha gjërat. Në industrinë tonë ka shumë gjëra për të thënë, sa duhet shumë kohë për të thënë gjitha, sepse janë gjëra që janë shumë domosdoshme për njerëzit, por që njerëzit i anashkalojnë. Dhe ne shqiptarët kemi një kështu leja Zotit në dorë. Momentin që ti ja le Zotit në dorë është pak ai ka gjitha në dorë, po i them dikujt unë që bëj një sigurim kundër kancerit, mos nuk duhet ta ndjell keq. Pastaj i thash, dëgjoj, ai siguracionit që t'japim ne është si hajmeli. Përdore si hajmeli, sepse nuk gjej gjë. Jo, e vërtet është që absolutisht nga kujdesi nuk na gjen gjë dhe duhet të ndryshojmë ca mendësi, qoftë edhe të bërjes analizave, që jemi një shoqëri që shkojmë rrallë te mjeku, mendojmë shumë pak, por shofte të rinjt, po themi 15 edhe poshtë, që në shkollat 9 vjeçare ka një lloj ndërgjegjësimi më të madh për çështje të mjedisit, çështje të përgjegjësisë. Ke parë ndryshe nga ne. Ke parë nga herë që thon njerëzit vdiq, s'ka shku kurrë në spital. Po. I pushoj zemra. Për ne vdiq. Se s'ka marrë as ilaç, po për ne vdiq. As ka marrë ilaçe, as është kontrolluar, as ka bërë asnjë lloj kontrolli, për ne vdiq para kohë, sepse nuk ka njeri në botë që nuk bën një check-up në vit, një kontroll mjekësor, analizat, ti shoh ku është, të shoh se çfarë ka dhe ti bëj ato për të kuptuar dhe për të parandaluar nëse të vjen një gjë e rrezikshme. Nësa shqiptarët
quhet i lumtur ai që s'ka shku kur në klinik dhe s'ka bërë një kontroll. Jo. Ne i themi atyre që bërë sigurime këne, një check-up jetor du ta bësh se s'bën, madje nga herë ua planifikojmë, i themi, me datën kaq, e ke planifikimin, shko bëj analizat, shko bëj kontrollin, dhe domethënë kjo i detyron. Madje kishim një që ishte shumë interesante që më morin telefon dhe tha, unë jetën tha e kam nga punojësi jot, më shkrujti. I thash pse nga punojësim? Erdhi më foli tha 2 orë, ma mushi mendën që të bësha sigurimin, shkova bëra analizat, më doli diçka që duhej mjeku urgjentisht, e mjekova se unë s'do kisha shku fare, po doktori më tha nëse s'do kisha ardhur, për i mu i kishe ik. Po. Edhe më thoshte mu, të falenderoj ty. Jo, mos më falenderoj, mu falenderoj atë që të detyroj ty që të bësh sigurimin. Po, e vërtet. Unë dua ta mbyll në fakt me një detaj të fundit, sot me që ne kemi kështu ca reflektime për 5 vjetorin e Medias Son, më rri në kokë ajo pyetja që më ke bërë në takimin e parë, ku e shikon veten pas sa vitesh, edhe median pas sa vitesh, dhe me këtë përgjigje do qëndroj sot gjithë ditën, nuk do ta them publikisht se ku e shoh veten, edhe stafin edhe median, po vërtet ka shumë rëndësi që edhe ne që drejtojmë median të kemi vizione dhe të bëjmë gjëra të mira për këtë shoqëri, me thënë të drejtën. Ka shumë rëndësi. Po caktove nga zanati jemi parë, ne i themi kurs rrugës në det. Pra, caktoje destinacionin ku do shkosh dhe kursin dhe rrugën nga do i biesh. Pra, nëse ke caktuar pikën ku do shkosh, është më lehtë. Po, do caktosh pikën ku do shkosh. Unë do arri këtu. Nëse do vendosësh atë që do arri aty, natyrisht dhe gje kursin, mund të ketë me devijim e kursi, por destinacionin mos e humb, natyrisht që do ta arrish. Dhe po ece pastaj kuturu, po filloj dhe po vazhdoj, shkoj diku tjetër, bëj këtë, natyrisht që s'do arrish asnjëherë atje ku kishe vendosur në fillim. Faleminderit shumë që ishit në Gogo Pikal. Faleminderit. Edhe ju.